Këngëtari dhe artisti i njohur Luis Elli ka vendosur që t'i bashkohet protestës së qytetarëve e cila shënon sot ditën e saj të 14 kundër projektit të qeverisë për Zvërnecin. Luisi lajmëron se tashmë ka përfunduar dhe këngën e tij, dedikuar dhe frymëzuar pikërisht nga rezidenca qytetare ndaj kokfortësisë së qeverisë. Në rrjetet sociale Luisi ka publikuar një pjesë të kësaj ku thuhet: "Mjaft ma merrena, kini lan veç plak." Mëtej Luis Elli ka një mesazh për ata që akuzuan për indiferencë ndaj ngjarjes më të madhe të shënuar në këtë periudhë 36 vjeçare. Secili proteston në mënyrën e vet. Ju zgjodhët rrugën, unë zgjodha muzikën. Mendova se zari im do të dëgjoj më mirë përmes një këngë sesa mes turmës. Më duhej kohë që të krijoja tekstin, muzikën dhe klipin. Më vjen keq për ata që dyshuan tek mua. Nuk është hera e parë jam mësuar. Ndërsa ju që nuk hoqët dorë, jepni një 2000 euro atyre, shkruan Luis Elli. Gjatë intervistës që Matteo Borri ishte duke i zhvilluar influenceres dhe ish-banores së Big Brother VIP 3, Eriola Doçi, kjo e fundit e ka surprizuar finalistin e Big Brother VIP 5 me një pyetje. Ndërkohë në panelin e Top Arena ishte edhe Brikena, ish partnerja e tij, me të cilën nisi një romancë brenda shtëpisë së Big Brother. Eriola ka pyetur Mateon se si është të ndar skenën me ish të dashurën, ndërsa Mateo, i papërgatitur për këtë, u shpreh: "Ashtu siç po e sheh dhe ti vetë." Një operacion i gjerë antidrog në Stamboll ka çuar në ndalimin e 22 personave, mes tyre edhe disa emra të njohur të botës së spektaklit dhe medias turke. Në një hetim të udhëhequr nga zyra e kryeprokurorit të Stambollit, mes të ndaluarve është dhe aktoria mjaft e njohur Beren Sat, e cila njihet gjerësisht edhe në Shqipëri për rolet e saj në seriale turke. Është pikërisht emri i saj i cili ka tërhequr vëmendje të veçantë në këtë operacion të pujshëm. Sipas autoriteteve turke, operacioni u zhvillua mëngjesin e së enjtes, 11 qershor, si pjesë e një hetimi të vazhdueshëm për trafik dhe përdorim të lëndëve narkotike. Forca policore kryen mbastisje të njëkohshme në disa lokacione në Stamboll, duke shoqëruar në total 22 persona të dyshuar. Mes të ndaluarve figurojnë edhe këngëtari Kenan Doglu, bashkëshorti i Sat, aktoria dhe këngëtarja Ayşe Hatun Onal, si dhe figurat e rrjeteve sociale, si dhe moderatori Ozan Dogulu. Top Arena, emisioni dedikuar për botërorin 2026, ka hyrë në natën e dytë të tij. I ftuar së fundmi në emision është dhe këngëtari i njohur Blero, i cili së fundmi i ka hyrë edhe menaxhimit të futbollistëve, ku ka arritur të përmbyll transferimet e para. Brikena, pjesë e emisionit, i ka bërë një intervistë të veçantë Bleros, teksa ky i fundit nuk ka hezituar të këmbejë rolet me ish-banoren e Big Brother dhe ta pyes në lidhje me marrëdhënien me Mateo. Brikena la të kuptoj se marrëdhënia e çiftit më të përfolur të momentit ka marrë fund. Ylli Rimani ka reaguar në mënyrën e tij mes debatit të krijuar ditët e fundit në rrjetet sociale, ku një pjesë e qytetarëve kishin bërë thirrje për bojkotimin e koncertit të tij në Tiranë. Këngëtari ka publikuar në Instagram një video nga mbrëmja e parë e koncertit, ku shihet një numër i madh pjesëmarrësish përpara skenës. Mbi pamjet ai ka shkruar: "I love Tirana." Postimi vjen pas disa ditësh diskutimesh në rrjet, ku emri i artistit u përfshi në debate që lidhen me protestat e zhvilluara në kryeqytet. Disa aktivistë dhe figura publike kishin kritikuar organizimin e koncerteve në këtë periudhë, ndërsa nuk munguan as thirrjet për bojkot. Megjithatë, nga pamjet e publikuara nga vetë këngëtari, koncerti duket se ka tërhequr një numër të konsiderueshëm spektatorësh. Reagimi Ermal Mamaqit pas shpalljes së Ilir Shaqirit si finalist i fundit i Ferma VIP 3 vijon të komentohet në rrjetet sociale. Opinionisti tërhoqi vëmendjen gjatë transmetimit live, kur u ngrit menjëherë nga karrigja dhe festoi me entuziazëm momentin kur Arbana Osmani lexoi emrin e Ilirit, duke siguruar vendin e fundit në finale përballë Sara Karajit. Megjithatë, një detaj tjetër nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit më të vëmendshëm të spektaklit. Pas rifillimit të Prime-it, Ermal Mamaqi nuk ishte parë më në karrigen e opinionistit. Ai mungoi në pjesën e mbetur të transmetimit,
duke nxitur menjëherë diskutime dhe aludime në rrjetet sociale. Shumë ndjekës kanë ngritur pikpyetje se largimi i tij lidhet me një vendim të marrë nga produksioni pas incidentit. Deri në këtë moment nuk ka asnjë reagim zyrtar nga produksioni i Ferma VIP apo nga vetë Ermal Mamaqi për të sqaruar arsyen e mungesës së tij në pjesën e dytë të spektaklit. Përrjedhoi, çdo pretendim se bëhet fjalë për një masë apo vendim të produksionit mbetet në nivel aludimesh të publikut dhe nuk është konfirmuar zyrtarisht. Ndërkohë mbetet për të parë nëse Mamaqi do të jetë i pranishëm në finalen e madhe të Ferma VIP 3, e cila do të zhvillohet në 15 qershor. Dafina dhe familja e saj kanë zgjedhur jugun e Shqipërisë për pushimet verore, duke u vendosur në qytetin e Vlorës. Ky është një moment i veçantë për familjen, pasi i vogli Daskan po përjeton verën e tij të parë në det, ndërsa Dafina Gjergji po shijon shtatzaninë e saj të dytë. Këngëtarja ka ndarë me ndjekësit disa fotografi familjare, ku shfaqet së bashku me partnerin Kreshnikun dhe djalin e tyre Daskanin. Në imazhe vihet re edhe shtatzania e saj e avancuar, teksa ajo mban në bark fëmijën e dytë të çiftit. Fotot janë pritur me interes nga ndjekësit, të cilët kanë uruar çiftin për këtë periudhë të rëndësishme në jetën e tyre familjare. Romir Zalla, pas daljes nga Ferma VIP, ishte një eksperiencë shumë e shëndetshme, më riktheu në jetën reale. Aktori Romir Zalla, një nga fermerët më të komentuar të Ferma VIP, është larguar në gjysmë finale, vetëm pak ditë para finales së madhe. Pas humbjes në sfidë dhe televotimit ku ishte përballë Visit, Ilirit dhe Sarës, publiku vendosi që ai të ishte më pak i votuari, duke e nxjerrë jashtë garës. I ftuar në emisionin Ferma Club, Romiri rrëfeu përjetimet e tij brenda formatit, duke cilësuar eksperiencën si të veçantë dhe të dobishme për shkëputjen nga jeta urbane. Kisha një merak që kur të dilja do më duhej shumë kohë të rikuperohesha. Ishte një eksperiencë që përjetuam një mënyrë jetese shumë të shëndetshme. Ajri pastër, ushqimi i shëndetshëm na qetësoi dhe na relaksoi nga ngarkesa e jetës urbane, u shpreh ai. Duke folur për lojën, Romiri tha se nuk ka preferuar të hyjë në strategji të forta apo lojë të ndyrë. Nëse do duhej të bëja show, do fusja profesionin në lojë, do bëja vete në sfida. 70% e fermës nuk mund të hyja në lojë, të fusja në kurth apo t'i futja thikën dikujt, është diçka që nuk e bëj dot, deklaroi ai. Një postim i fundit i gazetarit dhe ish banorit të Big Brother VIP Albania, Bledi Mane, ka ngjallur reagime në rrjetet sociale për shkak të gjuhës ironike të përdorur ndaj blogeres Dea Michel. Përmes një statusi të publikuar në Facebook, Mane rikujtoi periudhën e qëndrimit të tij në Big Brother VIP Albania, duke pretenduar se gjatë kësaj kohe banorët ishin përballur me praninë e një miu në shtëpi. Në postimin e tij ai përdori krahasime dhe komente ironike që u interpretuan si referencë drejt për drejt ndaj Dea Michel. Na çau miu në shtëpinë e Big Brother, mungesa e gjenës e kishte detyruar bretsin të bente folete krevati përballë meje. Atje flinte një bjonde. Mbajeni larg se është ters, shkroi Mane në rrjetet sociale. Reagimi i gazetarit vjen vetëm pak orë pasi ai ishte i ftuar në emisionin e Grida Duma, ku kritikoi sërish blogeren. Sipas deklaratave të tij, qëndrimet e Dea Michel në mbështetje të protestave të zhvilluara në Tiranë kanë qenë shkaku i përplasjes së fundit mes tyre.